Ka ndodhur deri në këtë çaste. Ka një proces të rregullt, ka patur problematika, ka përfaqësues të Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste, si jemi deri në këtë moment? Atëherë, deri në këto momente procesi ka vazhduar pothuajse normalisht, përveç se disa shkputje të vogla të numërimeve për shkak të fikive të monitorëve, por gjithsesi numërimi ka vazhduar normalisht. Nuk kemi prezencën e askujt të kandidatëve këtu. Gjithsesi, këtu janë numëruar ose janë hapur 12 kuti dhe janë numëruar, 6 janë në proces dhe rezultatet janë PD me 925 vota dhe PS me 1531 vota. Pra kryeson Partia Socialiste deri më tani. Procesi i numërimit vazhdon normalisht dhe të shikojmë për rezultatet tjera të mëtejshme. Paktën këto janë informacione që sapo morëm, si shikohet gjithsesi numërimi është i qetë. E qartë. Ndoshta së bashku me operatorin e kemi të mundur për të parë një panoramë të saktë të tavolinave ku është duke u zhvilluar edhe procesi i numërimit të votave? Patjetër. Dhe pse jo, nëse kemi të mundur Andi për të marrë edhe ndonjë prononcim nga ana e komisionerëve. Do të ishte shumë mirë për dëgjuar zërin e tyre për të parë se si e kanë lexuar këtë proces. Dakord, okay. Okej, do të le edhe pak kohë që të kemi të mundur edhe marrjen e komisionerëve. Në Tiranë ka patur problematika të shumta, në fakt denoncime të forta në lidhje me këtë qasje që kanë patur votuesit ditën e djeshme dhe mënyrën se si Partia Socialiste, administrata publike, patronazhistët apo drejtorët janë angazhuar thellësisht në këtë fushat. Vazhdimisht ka patur denoncime në numrin e vënë në dispozicion nga ana e Syri Televizion. Deri në këtë çast kemi edhe rezultatet e para në Tiranë, është duke kryesuar Partia Socialiste, të paktën nga ajo çfarë na ka komentuar pak minuta më herët edhe kolegu Andi Llabuti, vetëm për pak momente do ta kem sërish, ndoshta do të kemi të mundur edhe marrjen e zërit të komisionerëve. Syri Televizion ditën e djeshme në një transmetim të drejtë për drejtë në transmetimin maraton që ka nisur që në orën 7 ka zbuluar zërin e patronazhistëve të Partisë Socialiste pranë shkollës Petronini, ku pak metra nga gjimnazi ishte ngritur një zyrë ku punonin patronazhist Partisë Socialiste me në krye drejtoreshën e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës Engeleda Imeraj, që më pas është pasuar me një sër skandalesh. Nuk e di nëse kam në këtë momente Andin sërish? Andi më dëgjon? Jemi këtu tek ju dëgjoj. Atëherë ja ti drejtohem një nga personat. Përshëndetje. Puna e mbar, si jeni? Përshëndetje. Si po shkon procesi i numërimit? Procesi po shkon shumë normalisht. Ne zbatojmë se jemi administrator të procesit, kështu që zbatojmë vetëm ligjin dhe kodin zgjedhor. Po kemi një mirë kuptim se në fundit duam që të zbatohet ligji dhe le të fitojmë i mirë. S'kemi lidhje se kush fiton. Keni pas probleme teknike apo ndërhyrje? Momente të veçanta me internetin që është bllokuar pjesa e ekspozimit të fletës votimit. Po gjëra tjera jo. Sa e vështirë është ose e lehtë për ju? Mirë, duke qenë se është në mënyrë teknologjike, është goxha mirë. Nuk ka ndonjë problem që mund ta specifikojmë. Faleminderit. Andi, nuk ka patur pretendime nga ana e përfaqësuesve të partive apo jo në këtë rast, duke qenë se të paktën sipas komisionerëve gjithçka ka shkuar sipas rregullave, nuk ka patur problematika dhe kemi të bëjmë me një proces që është duke shkuar mirë përveç problemeve teknike që lidhen me internetin apo jo. Po. Sa më shumë zëra Andi, aq më mirë do të ishte për të kuptuar edhe atë çfarë ka ndodhur atje. Patjetër. Si jeni? Si po shkon në procesi i numërimit? Perfekt. Po, deri tani perfekt. Shumë mirë, përshëndetje. Shumë mirë, deri tash shumë mirë. Nuk ka pas asnjë problemi. Pengesa kemi pasur apo hyrje të? Jo, asnjë lloj ndërhyrje. Deri tani fare. Shumë faleminderit. Punë të mbar. Andi, falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Kemi sërish komunikime të tjera në vijim.